Që në moshën 5-6 vjeçë, kjo më ka arë natyrshëm. Dhe me thonë të drejtën, më lindi shumë të punoja, nuk e di, dhe sidomos për para kanë qenë ato traditat aq të bukura që u mblidhnin te Koborri, Lagjës aty komshijet, ato nënat që punonin me shtiza, me çorape. Një lloj ceremonie disi. Po, dhe ato vajzat e reja që atëherë ka qenë traditat që sa të mbaroj klasën e 8, vajzat të bënin paje. Apo jo, kanë qenë që këto dhe unë tani, me zi prisja të vinte ora 5 mbas ditës, që të mblidha me ato nënat aty me ato vajzat të mësoja. Mirë po, nuk ta kupton të njeri këtë pjesë dhe më ka ngelur në atë kohë, më kujtohet, më ka ngelur, se unë afrosha afër atyre dhe doja të mësoja. Mirë po nuk më kuptonin, edhe njëra nënat i dua forë se janë të mrekullueshme dhe më thotë që shko luaj me fëmijë, ti e vogël për të dëgjuar llafet e të mëdhenjve. Dhe ajo fjalë disa më ka prekur jashtë mase. U mërzite ti, U mërzita dhe thoja që jo, unë nuk isha aty për këtë qëllim, unë isha për të mësuar. Dhe i them që jo, i them, unë dua të mësoj si qepni ju shtiza me... E ke përvecuar mirë këtë. Po, edhe me thot, me të vërtet po, edhe i thot që po ti nuk e shtiza. Me të vërtet atëherë nuk ishim, me thonë drejtën, kushtet nuk kanë qenë dhe aq të mira dhe prindrit nuk është që i kanë pas dhe në gjendje si të gjithë të tjerët. Mirë po, edhe i them babit në shtëpi dhe i them që ba, më duan një palë shtiza. Po ku ti gjejmë? Thash nuk e di, thash të lutem më, se jo një palë shtiza. Dhe qa bën? Merë dhe prish çadrën dhe më krijon ato shtizat. Po atëherë kanë qenë ato shtizat kanë qenë me maj dhe mua më shponin aq fort gishtat dhe unë nga qefi i madh që më krijuan ato shtizat, fillova dhe të dilja me zi prisja të vinte ora 5 mas ditës të takoja nënat dhe që të më mësoni. Se mamaja ime ishte gjithmonë në punë, a kupton, pavarësisht edhe unë e shikoja atë, por koha ishte kufizuar.